Takimi I djeshëm mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut, I zhvilluar në prag të seancës konstituive të Kuvendit, përfundoi pa një marrëveshje konkrete për zhbllokimin e krizës politike. Edhe pse bisedimet zgjatën afro 3 orë dhe u konsideruan si përpjekje serioze për të afruar qëndrimet mes dy partive, palët nuk arritën të gjenin gjukë të përbashkët. Pas takimit, Kurti deklaroi se nëse nuk arrihet marrëveshje në raundet e ardhshme të bisedimeve, vendi mund të përballet sërish me zgjedhje të parakohshme. Askush nuk I do zgjedhjet e reja, mirë po nëse nuk do të kemi marrëveshje, nëse nuk do të kemi hapa përpara, përkundër mosdëshirës që të shkojmë në zgjedhjet e reja, fatkeqësisht ato mund të shkaktohen. Për këtë jemi të vetëdijshëm edhe lëvizja vetëvendosje, edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, do të përpiqemi maksimalisht, do të vazhdojmë komunikimin dhe takimet, por ndërkohë që e bëjmë këtë, meqenëse se janë afruar ditët, koha është shkurtuar dhe do të na duhet që edhe në rast të mungesës së një marrëveshje politike në ditën e nesërme, pas nesër të jemi në fillimin e seancës konstituive të legjislaturës së 19. Edhe kryetari I LDK-s Lumir Abdigjiku paralajmëroi se zgjedhjet e reja janë pothuajse të pashmangshme nëse siç u shpreh ai, spektri politik nuk ndërmerr hapa konkret për tejkalimin e bllokadës. Do të vazhdojmë takimet me pokazh vullnet mirë, nëse s'bëjmë asgjë, e vetmja gjë e garantuar do të jenë zgjedhjet e reja. Edhe besoj që kjo është as lajm I mirë për popullin e Kosovës, as lajm I mirë as për partitë politike. Prandaj dhe marrim pjesë takime, që të provojmë të japim më të mirën, të vetëdijshëm për interesin e vendit dhe të vetëdijshëm për politikat që I përfaqësojmë si ne si LDK. Ndërkohë ish-kryetari I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj akuzoi Albin Kurtin se po I afrohet opozitës vetëm për të ruajtur pushtetin. Ajo që kem pa deri tani është një pozicion I qartë që nuk ofron bashkëvendimmarrje ose vendimmarrje të përbashkët, po I është ofruar opozitës për përfitimin në pushtet, pra me I dhënë përfitime ose pjesëmarrje në pushtet. Sipas analistëve politik, takimi I djeshëm mes Kurtit dhe Abdigjikut, por edhe takimet që mund të pësojnë, vështirë se do të prodhojë një marrëveshje konkrete për zhbllokimin e situatës politike. Në fakt nga ajo që po dje mas takimit, aty u po që arritja një marrëveshje mes LDK-s dhe lëvizjeve vendosje është larg. Edhe nga nëse dëgjohet me vëmendje Albin Kurti që tha, në fakt ai nuk është interesuar me bën në far kompromisi, nuk është interesuar me ndo këto pozitat kryesore të pushtetit. Nuk është në fakt interesuar me dhënë presidentin e Lidhjes Demokratike të Kosovës. Ndërsa në anën tjetër Lumir Abdigjiku tha u deklaroi që nuk janë të interesuar për parlamentarin dhe la me kuptu që e kanë pozitën e presidentin, e kanë pozitën kyçe. Lidhja Demokratike e Kosovës faktikisht nuk I ka numrat e sigurt, madje as numrat e vet, atëherë I bie që vështirë se do të mund të bëhet diçka dhe të gjendet një zgjidhje, po më shumë është një farë loje, kështu që pastaj ta luajnë atë se kush është fajtori, kush nuk është fajtori. Takimi I mbrëmshëm ishte I dyti mes Albin Kurtit dhe Lumir Abdigjikut, që nga zgjedhjet e parakohshme dhe u zhvillua pas një periudhe të gjatë tensionesh politike, refuzimesh reciproke dhe diskutimesh për një bashkëpunim të mundshëm mes lëvizjes vetëvendosje dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës. Tani vëmendja është vendosur tek takimi I treti së mërkurës dhe tek seanca konstituive e nesërme e Kuvendit, ku pritet të shihet nëse kontaktet e nisura mes dy liderëve do të krijojnë hapësirë për vazhdimin e dialogut dhe zhbllokimin e ngërçit politik, apo nëse Kosova do të përballet sërish me vështirësi në formimin e institucioneve të reja. Ministri